vizitës në Mbretërinë e Bashkuar, ku ai ka folur për rreziqet e luftës hibride dhe sigurinë në rajon. Ai ka paralajmëruar se Serbia vepron si proksi i Rusisë, duke përmendur edhe praninë e 10 bazave të avancuara ushtarake pranë kufirit me Kosovën. Sa është real ky rrezik në këtë moment, e gjithashtu çështje tjera që diskutohen në lidhje me sigurinë në rajon, sa di sjellim në studio përmes mikut të emisionit tonë, zotri Hysen Gecaj, që na gëzon me praninë e tij në studio. Kënaqësi të jesh në studio, zotri Gecaj. Kënaqësia ime. Gjithashtu në lidhje direkte kemi një mik tjetër të emisionit tonë, zotri Bedre Elezi është me ne. Zotri Elezi, faleminderit për prezencën. Zotri Gecaj, kthehemi e flasim më një herë për deklaratat e fundit. Ato baza janë që një kohë të gjatë. A do të përmendëm vazhdimisht si faktor destabilizues disa baza të cilat realisht gjenden në territorin e një shteti tjetër? Po e kuptoj që edhe ju e keni vërejt që është thonë diçka që s'ka që nevoja të thuhet, sepse e dim që ato baza janë kohë të gjatë aty dhe e dim që Serbia është faktor destabiliteti dhe kërcënimi që nga përfundimi i luftës së Kosovës, dhe asnjëherë nuk e kam shef këtë dhe asnjëherë nuk e ka ndërprejat veprimtari dhe shumë herë kemi biseduar edhe në studion tuaj këtu këtë çështje. Mirë po, i gjithë ajo intervistë dhe ajo bisedë që është bë, ma tepër mdukej si një bisedë e fokusuar drejt opinionit vendor këtu, se sa që kishte të bënte me vizitën në Britaninë e Madhe, sepse unë e konsideroj që atje është dashur të trajtohen tema që kanë të bëjnë me raportet Kosovë-Britani dhe të forcohet një miqësi mes Kosovës dhe Britanisë. Dhe Britania e di më mirë në fakt se vetë ne situatën verije në Serbi. Shpesh na ka paralajmëruar, ju kujtohet edhe deputetja britaneze, po edhe rrugë tjera në për të cilat na kanë njoftuar për këto problematika. Prandaj, përsëritja e vazhdueshme e këtyne detajeve dhe informatave dikur krijon edhe një farë rehati dhe pakënaqësi edhe në opinion vendor. Në këtë formë po humb mundësinë për krijimin e raporteve, hapjen e temave të reja të bashkëpunimit, duke i përmendur ato të vjetrat për opinion e brendshëm. Pikërisht mendoj që këtu humbi një mundësi e mirë për një parafrim edhe më të madh me Britaninë, për shkak se e dim që këto 4-5 vitet e fundit paksa i kemi dëmtuar raportet me miqtë ndërkombëtar, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Britaninë apo edhe shtete tjera të fuqishme në Evropë që janë siç është Gjermania, Franca, Italia dhe disa shtete tjera, me të cilat është dashur në vazhdimsi të kemi raporte të mira dhe mos t'i ndërprim për asnjë moment, sepse kur krijohet një besim i ndërsjellë mes shteteve, ai besim nuk ka etapa kur mund të mbahet dhe mirëmbahet dhe her pas herë të lihet anësh. Ajo duhet të vazhdoj pa marrë parasysh se kush vjen pushtet në shtetin mik. Dhe fakti që në situata dhe momentet caktume ato bin, ato raporte, atëherë krijohet një pasiguri dhe një mosbesim në raport shtet me shtet. Dhe kjo, sidomos i kushton kombe dhe shteteve të vogla si që jemi na. Prandaj, po e them që kjo konferencë, kjo intervistë atje në Britaninë e Madhe ka qenë fakt një humbje kohe dhe nuk është arrit një efekt që do duhet të arrihej në raport mes dy shteteve, por ma tepër ka qenë fokusuar për një konsum të mbrëmshëm këtu, sa për të rrjek vëmendje. Pra, ju thoni se Kurti në këtë moment, në këtë formë të deklarimit tregon se do të ketë zgjedhje në Kosovë. Nuk ka zgjedhje për presidentin dhe ai po krijon narrativa të cilat pastaj do të shndrojnë në vota. Duket sikur është një megjithëse këtë temë kishim paraprakisht, por duke marrë parasysh vështrimin e spektrimit. Megjithëse duke marrë parasysh që këto 4-5 vite nuk kemi pas zhvillime pozitive për vendin, e gjithë koha nga ka shku në fakt me një fushat të pa deklarume dhe vazhdimisht jemi marrë me këto gjona. Ju e shifni është një betejë ashpër pozit dhe opozit për postin e presidentës, derisa bota vlon për i krizave të mëdha botnore të sigurisë, ku janë të evolvume shtetet të fuqishme, superfuqi, dhe ne merremi me disa çështje tjera të cilat janë shikim parë
po edhe në realitet shumë jo serioze, për shkak se kur ti ki atë fuqi çfarë ta ka dhënë votuesi dhe ti nuk i zgjedh problemet, nuk është problemi tek tjerët, problemi është tek ti se ti e ki fuqinë. Po, dhe në anën tjetër do doja të kaloj pak tek zotri Elezi si duket as bombat e vendosura të cilat duket se ishin një inskenim nuk i bën shumë hajër, themi ashtu Orbanit, por rënja e tij, çfarë favori apo disfavori i kontribon sigurisë në rajon? Në fakt, pyetje shumë me rëndësi, zhvillimet e fundit në Evropë, përkatësisht se situata pas zgjedhjeve ku shihet qartë që qeverisja e jashtme do të jetë pa strukturat të cilat janë konsideruar jo me vlera evropiane, dhe njëherë ridimensionon mund të themi politikën ballkanike, politikën e Evropës, për shkak që ndikimit ka pas, për shkak ndikimit që Orban ka pas, sidomos në raport me Serbinë, e cila siç duket ka përdor këtë port për të kalu çështje të ndryshme, për të adresuar çështje të ndryshme në Bashkimin Evropian, ku të jemi të sinqert, ka pas edhe rezultate. Janë dy veprime që kanë ndodhur të mira në fakt dhe që prekin në drejt për drejt çështjet e sigurisë. E para, ndryshimi i qeverisë, strukturave politike që do të qeverisin atë vend atje, dhe dyta, veprimi i Bashkimit Evropian për në lidhje me grantet, përkatësisht në lidhje me çështjet financiare që lidhet me Serbinë, ku ka pas një qëndrim dhe një veprim të caktuar sa i përket mbështetjes financiare nga Bashkimi Evropian, dhe siç duket, kjo rrugë do të ndjeket dhe se Serbia do të rimendoj sa i përket angazhimeve të saj për cenimin e sigurisë së vendeve të gadishullit ballkanik përkatësisht shteteve veçinje. Ne kemi pas një Serbi të krekosur kur e njëjta kishte miq në Bashkimin Evropian dhe në institucionet të ndjeshme të Bashkimit Evropian, dhe një Serbi e cila siç duket do ta ketë fatin e njëjtë me zgjedhjet që janë mbajtur edhe në Hungari. Prandaj mund të them që pas Orban shkon edhe Vučić. Duket ashtu, Joana, pajtohem me ty, duket që kjo është rruga që ka nisë e që nuk ndalet. Mirë, do e presim nësa të na rikthehet në transmetim linja me Elezin. Elezi? Po. Mirë se u shkute, mund të ashtash. Është situatat e reja për me pas mundësi për një angazhim të ri që në fakt ka shumë nevojë Ballkani se përket sigurisë në përgjithësi. Ne kemi pas, si shtalë mësafirin nderuar, e kemi pas se situata globale është vërtet e rëndë dhe fokusi padyshim i angazhimeve ndërkombëtare e sidomos partnerëve të fuqishëm tanë janë në drejtim të zhvillimeve sidomos lindjen e mesme. Prandaj në këtë rast ne duhet të kemi një kujdes të shtuar duke kontribuar në marrëdhëniet e fuqishme me Bashkimin Evropian, me shtetet mike dhe sigurisht edhe me NATO-n, sepse defokusimi në këtë rast është normal, i pranueshëm, i kuptueshëm dhe ne duhet përfitojmë nga strukturat, mund të them shallonet e dyta që janë në organizimin e sigurisë që në fakt përdoren në situata të tilla. Mirë, në fakt urimi tek deklaratat që kanë bërë politikanët kosovar, përfshirë këtu dhe kryeministri Kurti, dorën në zemër zoti Gecaj ka rënë intensiteti i tyre në kuptimin e këtij kërcënimi nga Serbia. Ne kujtojmë që viteve të fundit zoti Sfeqja, ministrat e mbrojtjes të Kosovës në vazhdimsi kanë ushqyer opinionin me lajme se këto ditë mund pritet një sulm nga Serbia, parandaluam një tjetër, bëm një tjetër, ndërkohë që ndërvista e fundit e zonjës Osmani le të kuptoj që diçka publiku nuk din në raport me sulmin në Banjsk. Çfarë mund të jetë ajo, natyrisht e dim vetëm ata, por në anën tjetër pse duhet krijuar situata të tilla të kërcënimeve pa qenë ato fare? Në momentin që tërhiqet vëmendja ka kërcënimet, atëherë shpërqendrohesh nga problemet e mbrëmshme që i ke, sidomos ato ekzistenciale që janë tepër të rëndësishme për qytetarin dhe janë të përditshme. Prandaj, përderisa qeveritë, cila do qoftë, nuk ka një zhvillim ekonomik, nuk ka raporte të fuqishme me partnerët, nuk ka ndonjë aktivitet të cilin e ka zhvillu në dobi të vendit, të shtetit, atëherë rruga me lehtë është kjo rrugë, të shpërqendrohet populata prej problemeve të përditshme që i ka në kërcënimet eventuale. A ka një rrezik real, Gecaj, se kemi parë një heshtje në fakt, sa i përket tendencave, pra çështja e fundit, ajo në Iberlepens,
arriti kulmin e saj dhe për fat të mirë mos kemi pasur provokime të drejtë për drejta nga Serbia. Edhe në studion tuj, edhe para se të ndodhë të Banjska, edhe para se të ndodhë ke Lepenci, Iber Lepenci, e kemi përmend që mund të ketë incidente të këtij niveli, por nuk pritet një invazion ushtarak me trupa i Serbisë mbrana teritorit të Kosovës. Për shkak se Serbia ka marrë një leksion në vitin 1999 shumë të mirë dhe din që një tentativë për të ndërhyr ushtarakisht në teritorin e Kosovës do të ishte fatale për vetë Serbinë. Mirë po, me qenë se këtë nuk guxon ta bëj, atëherë orientohet ka një luftë hibride ku përdor shpeshherë edhe propagandën, përdor edhe rrjetet e spionazit, përdor edhe rastet si që ishte kjo i Banjskës dhe i Iber Lepencit, dhe këto janë mënyrat dhe metodat me të cilat edhe Vučić e mon situatën të tensionuar për dy arsye. E para që ta dëshmoj para opinionit ndërkombëtar dhe perëndimor kryesisht që Kosova nuk është shtet funksional dhe nuk është i aftë për të mbijetuar, dhe e dyta për të pas një narrative cila i shërben për të qëndruar pushtet mbrana Serbisë. Sepse me këtë krijon një bindje tek opinioni serb në Serbi që serbët e Kosovës janë të kërcënuar prej shqiptarëve. Dhe mba një farë rreziku gjallë. Kjo është arsyeja pse mbahet ky tension i vazhdueshëm gjallë në mënyrë që edhe të mbijetoj politikisht në Serbi. Dhe rënja e Orban në fakt do jap zemër gjithë atyre që kanë protestuar kundër Vučićit. Pasha dhe analizat të shumta të ekspertëve sigurisë edhe ekspertëve të politikës që mund të presim edhe protestat deri në 200.000 njerëz në Beograd për të rrëzuar Vučićin. Protestat në të kalume ne pam që ishin masovike, gjithsesi nuk ishin as pak demonstrata që nuk do të merren në konsiderat, mirë po ky numër mund të shkoj, mund të rritet edhe më tutje, po mund të përdoren edhe forma tjera të presionit karshi Vučićit në mënyrë që ai të hap rrugë zgjedhjeve demokratike në Serbi. Dhe unë mendoj që pa dy faktor të rëndësishëm, Vučići nuk bjen prej pushtetit. I pari është pjesëmarrja masovike e qytetarëve serb në protesta kundër kësaj qeverie, dhe e dyta trusnia ndërkombëtare mbi drejt për drejt Vučićin, për shkak se dim mirë që në këto demonstratat e mëhershme trusnia ndërkombëtare edhe nuk ka qenë në nivelin që do duhet të ishte. Dhe e gjitha kjo është kuptuar si sinjal tek Vučići që ende mund të qëndroj dhe mund të rezistoj. Plus që pati edhe skenare teorisht që protestat mund t'ja ketë organizuar vetë Rusia. Natyrisht që këto skenare jenë përdor, varësisht cila palë i ka përdor, dhe Vučić i ka shfrytzuar shumë mirë këto skenare gjithsesi për shkak se ka një sistem të tërë edhe të sigurisë edhe të propagandës në duart e veta, prandaj ai nuk e kishte problem të kundërshtoj ato pozitë sado që ishte fuqishme dhe gjithaj numëri studentëve që i dolin për ta kundërshtuar. Mirë po mungonte ky elementi ndërkombëtar i cili në këto situata është shumë i rëndësishëm, sepse edhe teokratët edhe ata që duan pushtet nuk janë gjithmonë të njëjtit nivel dhe të njëjtës fuqi. Tazom ky Orbani i majti sa majti pushtetin në fund u largu dhe nuk shkaktoi situata çfarë po shkaktohen në Serbi. A di i uraj oponentës politike për marrjen e pushtetës. Gjithsesi e tregoj në një farë niveli demokracie, mirë po nuk është rasti i tillë edhe në Serbi. Prandaj është e nevojshme dhe domosdoshme që edhe bashkia ndërkombëtare, kryesisht shtetet evropiane dhe SBA-ja ta thonë fjalën e vet dhe të dërgojnë një mesazh të qartë drejt Vučićit. Dhe kur jemi tek Orban dhe pastaj miku i tij Vučić, të dy janë duar të zgjatura, në fakt kështu konsideroheshin si duar të zgjatura të Rusisë në rajon. A realisht apo bie kështu mundësia për destabilizimin e rajonit, duke marrë parasysh se po shkojmë drejt një lloj rrethimit të Vučićit, sepse po mbetet i fundit në listë. Zotëri Elezi. Në fakt, duhet që të ishte i fundit, sepse ishte karta kryesore
e Moskvës zyrtare për të shkaktuar tensione qoftë politike apo të sigurisë. Humbja e Orbanit, domethënë, është një tregues i qartë që Serbia në fakt duhet që të mendojë sinqerisht në lidhje me angazhimet e saj, sidomos në raport me kërcimin e sigurisë së vendeve veçine, dhe gjithashtu është edhe një sinjal tjetër se Rusia po humb forcat e saj, qofshin ato dhe politike në vende të ndryshme, sidomos në një shtet siç është edhe Hungaria. Ky fakt tregon edhe një herë qartë se ne jemi më pak të sfiduar në kuptimin e aranzhimeve politike dhe mbështetjes politike që mund t'i vinë Serbisë nëse e njëjta vendoset që të organizojë aktivitete destabilizuese duke përdorur eventualisht protesta që pritet që t'jenë të fuqishme për shkak se tani më ka një lloj inkurajimi të qytetarëve që kanë protestuar deri më tani për ta rrëzuar Vučićin dhe grupet e tij politike që udhëheqin me Serbinë dhe mund që Serbia t'i përdor protestat e ardhshme për të destabilizuar vendin me qëllimin e vetëm. Mirë. E kemi humbur Elezin, por edhe ashtu jemi fare në fund. Elezi, do të provojmë të kthehemi një herë që ta bësh të plot këtë adresim, se jemi fare në fund programit. Po, kemi pak probleme me internetin siç duket. Elezi, mund vazhdosh, po dëgjojmë. Motivimi eventual i këtyre protestave. Po dëgjoni po? Po. Në fakt isha duke thënë se humbja e subjektit politik të mbështetur nga Rusia edhe njëherë inkurajon protestuesit në Serbi të cilët mund të jenë më fuqishëm, por gjithashtu Serbia mund të përdor pikërisht këto protesta dhe këto organizime të protestave për ta destabilizuar situatën e sigurisë në vend në mënyrë që ta merrë një vend në një karrike ku do të konsiderohet si faktor i krijimit kushteve për siguri në rast se ajo do të cënohet. Faleminderit shumë Elezi që ishe sot në program dhe për këtë analizë shumë domethënëse. Kënaqësi. Faleminderit shumë zotëri Kecaj që ishim bashkë sot. Mira dhe armisht shkëputemi me publicitet dhe rikthehemi flasim për shtëpinë më të famshme në shqiptari, aktualisht Big Brother VIP Albania.